Në një fshat të vogël, të mbështjellë me smaleve, ku dimrat ishin të gjatë dhe verat të mbushura me aromë bardhje duhani, jeta ecte në ritmin e zakoneve të vjetra. Të gjithë njihnin njëri tjetrin. Të gjithë dinin gjithçka për njëri tjetrin. Dhe megjithatë, kishte gjëra që nuk përmendeshin kurrë mes të lartë. Njëra prej tyre ishte armiqësia midis dy familjeve që kishin qenë dikur miq të ngushtë, por tani nuk i ndante veç se përroj që rrifte në mes të fshatit. Një vije e holl ujë që duke si kur ndante jo vetëm tokën, por edhe fatet e njerëzve. Askush nuk e mbante mend saktësisht si kishte filluar gjithçka. Disa thonin se kishte qenë për një tokë të kontestuar, të tjerë për një vrasje në kohë të vjetër, ndoshta për nder. Historia ishte ndryshuar aq shumë në vite sa që vërteta ishte humbur me strafimeve. Por ajo që s'kishte ndryshuar kurrë ishte urrejtja. Ajo ishte trashëguar si një mallkim që s'guxohej të kundërshtohej. Në çdo dasëm, në çdo vdekje, në çdo gëzim apo zi, dy familjet rrinin të ndara, si dy brigje të lumin që nuk takohen kurrë. Në njërën anë jetonte Blerimi, djali i ri, i qetë, që sapo kishte mbaruar shkollën e mesme në qytet. Kishte duar të forta nga puna në ar, por zemrën e butë nga ëndra që se tinin të prehej. Në shtëpinë e tyre, fjala armik përmendej shpesh. I ati e kishte parë baban të vrite para syve të tij kur ishte fëmijë, dhe që prej asaj dite, betimi për gjak ishte bërë pjesë e jetës. Por Blerimi se ndjente atë urrejtje. Ai e kishte dëgjuar historinë aq shumë herë sa i duke si një përradhë e errët që nuk i përkiste më askujt. Në shpirtin e tij kishte vetëm një dëshirë, të jetonte pa frikë. Në anën tjetër të përrojt, në një shtëpi të bardhë me obor të madh, jetonte Ana. Ishte vajzë e vetme, e rritur me zgrash që i mësonin të heshte, të mos kundërshtonte, të mos shikonte nga ana tjetër e përrojt. Kishte sytë ngjyrmjalt, një shikim të butë e kokfort njëkohësisht. Ana e njihte historinë e gjakut, po aq mirë sa njihte rrugën që çonte në burimin e përrojt. Që e vogël kishte dëgjuar fjalët: "Mos e kaloni ujin, mos ju afroni atyre, janë gjak." Dhe megjithatë, çdo herë që dilte në obor, syt i shkonin vetveti ju andej, nëpër pemët që i ndanin si gardh. Nëna e saj, Drita, ishte e vetmja që dukej sikur e kuptonte se kjo urrejtje nuk mund të zgjaste përgjithmonë. Ishte një grua që kishte parë shumë dhimbje, shumë varre, shumë heshtje. Në mbrëmje, kur burri flinte, ajo shpesh ulej pranë dritares, shikonte dritat e shtëpisë në anën tjetër dhe thoshte me vete: "Po të mos kishim nisur atë ditë këtë mallkim, ndoshta do të ishim fqinj si gjithë të tjerët." Pranvera atij viti erdhi më herët se zakonisht. Bimët gjelbëruan shpejt, dhe fshati nisi të përgatitej për festën e Shën Gjergjit. Ditën kur njerëzit ndisnin zjarre, kërcenin dhe besonin se zjarri i largonte të këqijat. Ishte një ditë e vetme në vit kur edhe njerëzit më të mbyllur dilnin jashtë, qeshnin e përzinin aromën e tymit me të barit të njom. Në atë ditë ndodhi takimi që do të ndryshonte gjithçka. Ana kishte shkuar me shoqet për të mbledhur lule në fushë, për t'i hedhur më pas në ujë sipas zakonit. Blerimi ishte atje për të ndihmuar kushërinë që kishin ardhur nga qyteti. Të dy nuk e dinin për njëri tjetrin. Kur u kryqëzuan në shtegun mes pemëve, ajo mbante në dorë një tufë me lule të verdha, ai një shport me dru. U pan për një çast dhe ai e përshëndeti me një mirëmëngjes të thjeshtë e të qetë. Ajo ngriu për një sekond. Ishte mësuar të mos u fliste djemve të huaj, e aq më pak atyre që si njihte. Por diçka në zërin e tij i dha një ndjesi të çuditshme, të butë, të padëmshme. Ajo buzëqeshi lehtë dhe u largua. Atë mbrëmje, kur u ndezën zjarret e Shën Gjergjit, Ana e pa përsëri nga larg. Blerimi ishte me disa miq, i qeshur, i thjesht, me atë dritë që vetëm rinia e ka. Dhe në atë çast, ajo ndjeu një nxehtësi tjetër në krahëror. Jo atë të zjarrit, po të diçkaje që se njihte më parë. Në mendjen e saj, ajo nuk dinte ende kush ishte ai. Nuk dinte që djaloshi me atë buzëqeshje të qetë ishte biri i gjakut që familja e saj kishte betuar të mos e falte kurrë. Në ditët që pasuan, fati i përplasi sërish. Blerimi, që punonte afër urës së vjetër të përrojt, e pa Anën duke kaluar me një shport me fruta. "Mos ke nevojë për ndihmë," i tha me së të ulët. Ajo u ndal: "Jo, faleminderit."
po duker si dikush që se mban dot aq shumë peshë, tha ai me buzëqeshje dhe mori shportën nga duart e saj. Ajo se kundërshtoi. Ishte një gest i thjesht, por zemra i rritë fort. Kur mbërritën në anën tjetër, ajo mori frym thellë dhe tha: "Nuk duhet të ishe këtu." "Pse?" pyeti ai. "Sepse kjo është ana jone për rojt," u përgjigj ajo me zë që i dridhi. Ai e pa në sy dhe e kuptoi. Ai i emër, ajo ndalesë, ajo urrejtje që se kishte parë kurrë me sytë e vet, pa pritur mori fytyrë. "E di kush je," tha më në fund. "Por unë s'kam faj për gjakun e të tjerëve. E as ti." Ajo e uli kokën. "Kështu thua ti? Po fshati mendon ndryshe." "Fshati se di çfarë ndjej unë," ja ktheu Blerimi me një ton të butë por të sigurt. Pastaj ajo u largua me hapa të shpejt, por zemra i mbeti pas. Atë natë nuk fjeti, po as ai. Ditët u kthyen në javë dhe përrua që dikur i ndante tani u bë vendi i takimeve fshehurasi. Në muzg, kur bari fillon të erësoj dhe fshati mbylli në shtëpi, ata uleshin pranë ujit, flisnin për gjëra të vogla, për ëndra, për qytetin, për jetën jashtë maleve. Nuk flisnin për gjak, as për urrejtje. Ishte sikur ajo botë s'kishte ekzistuar kurrë. Ana ndjente për herë të parë lirinë e fjalës. Ai e dëgjonte, qeshte, e mbante dorën me kujdes si diçka të shenjtë. Në sytë e tyre kishte një ndjenjë që rritej çdo ditë, edhe pse të dy e dinin se ajo dashuri ishte si një zjarr që mund t'i diqte të gjallë po të zbulojë. Në një nga ato mbrëmje, kur ëna pasqyroi në ujë, Blerimi i tha: "Do të vi dita që kjo urrejtje do të shuhet, dhe kur të vi ajo ditë, dua të jemi aty bashkë." Ana e pa me lotë të sy. "Po nëse s'vjen kur ajo ditë, do ta sjellim vetë," u përgjigj ai. Ajo natë ishte e fundit pa frikë, sepse që nga mëngjesi tjetër, fati u kthye kundër tyre. Një djalë i vogël, nip i njërës familje, i kishte parë duke folur pranë fërrojt. Kishte varpuar në fshat me një lloj krenarie naive, duke u treguar burrave sekretin që kishte zbuluar. Lajmi u përhap si zjarr. Brenda një ore, çdo shtëpi e dinte. Nëna e Anës u zverdh kur e mori vesh. E kuptoi menjëherë se çfarë do pasonte. Burri i saj shpërtheu si rrufe. "Vajza ime me djalin atyre, kurr, do ta mbyll brenda, ta harroj." Në anën tjetër, në shtëpinë e Blerimit, Britman nuk munguan. Jati i tij, me sytë që i diqin nga inati, i tha: "Ke turpëruar shtëpinë, dashuri me armikun, do të harrosh." Por Blerimi se uli kokën. "Unë s'kam dashuri me armik, sepse nuk kam armiq. Ju i keni bërë vetë." Kjo fjali mjaftoi për ta përjashtuar nga shtëpia për disa ditë. Ana u mbyll në dhomë. Drita e tmerruar e mbrojti sa mundi, por nuk mundi ta ndryshonte mendjen e burrit të saj. Në mbrëmje, ajo ul pranë vajzës që qante në heshtje dhe i tha: "Bi, jeta është e gjatë, por fjalët e burrave janë të rënda. Mos e humb veten për dashurinë, por as mos e vrit shpirtin për fajin e të tjerëve." Ana ngriti kokën dhe i tha: "Unë se dua për inat të askujt nën, e dua sepse më kupton." Drita e pa për një çast dhe e kuptoi se nuk ishte më kthim. Një dashuri e tillë s'mund të ndalej me fjalë. Por e dinte edhe një gjë tjetër, se tani, për herë të parë, pas shumë vitesh, gjaku s'ishte më në rrezik vetëm prej burrave, por prej dashurisë që guxoi të kalonte përrojnë. Në errësirën asaj nate, një erë e lehtë fryu nga mali. Në dritaren e dhomës, Ana pa dritën një kandili që digji në shtëpinë përballë. E kuptoi që edhe ai ishte zgjuar, dhe e dinte që nga ajo ditë jeta e tyre nuk do të ishte më e njëjtë. Pas asaj nate, në lumin që rrithte përmes fshatit, asgjë nuk ishte më njësoj për Anën dhe Blerimin. Ata nuk e dinin si do ta quante fati takimin e tyre. Rastësi, shenjë apo ndoshta mallkim. Por që prej atij çasti, diçka përreth duke ndryshuar. Ana zgjohej çdo mëngjes me një ndjenjë që i diqte krahërore, një përzierje ankthi dhe gëzimi. Në duar mbante ende shallin e Blerimit, të mbetur si kujtim ka nata e rrëmbyer në shi. E ruante fshehur në fund të një arke druri, bashkë me letrat e saj të vogla, ku shkruante mendimet që nuk mund t'ia tregonte askujt. Në anën tjetër të fshatit, Blerimi përpiqej ta largonte Anën nga mendja. Por sytë e saj
I dilin para sa herë që përkuli bijarën e babait apo kalonte pranë lumit. Nëna e tij e kishte vënë re ndryshimin. Të kanë thënë mendimet birë, i tha një mbrëmje teksa ai ndiste zjarrin. Kur djalit i ndodh kjo, zakonisht është një vajzë që i ka hyrë në shpirt. Ai nuk përgjigj, por një buzëqeshje e fshehtë doli në pus. Nëna e kuptoi, por nuk e shtyu më tej. Fshati ishte i vogël dhe sekretet rrallë qëndronin të fshehura gjatë. Një pasdite, Ana u ndodh përsëri në treg. Po zgjidhte disa fije leshi për nënën, kur ndjeu një vështrim të njohur mbi vete. U kthye dhe pa blerimin që blinte mjalë në tezkën përballë. Shikimet u takuan për një çast dhe ai ju afrua ngadalë. Duket se fati s'ka mbaruar me ne, i tha me zë të ulët. Ana u skuq, por nuk u largua. Kjo s'është e mençur, Blerim. Nëse na shohim bashk, do mendojnë që po flasim për motin, e ndërprieu ai me një buzëqeshje. Por unë s'dua ta kaloj jetën duke fshehur ndjenjat e mia. Më lejo të shoh, qoftë edhe një herë në javë. Nuk dua më shumë. Ana u kthye, duke menduar për babain e saj, për urrëtitjen e mbjellë prej brezash. Por zëri i brendshëm që i fliste për Blerimin ishte më i fortë. Një herë në javë, përshpëriti ajo, pa e parë në sy. Te lisi i vjetër, mbrëmjeve pas të hënës së re. E kështu filloi dashuria e tyre e fshehtë. Çdo të premte, në perëndim, ata takoheshin pranë lisit të vjetër në buzë të fshatit, ku terri fshinte çdo hije dhe cicerimat mbulonin fjalët e zemrës. Ata flisnin për gjithçka, për fëmijërinë e humbur në urrëtie, për ëndrat e thjeshta të jetës, për dëshirën që një ditë fshati të mos i ndante me njerëzit me emra shtëpish. Ana e kishte gjetur guximin në sytë e tij. Ai, në butësinë e saj, ndjeu paqen që se kishte provuar kurrë. Por dashuria nuk rritet në heshtje pa u ndjerë. Një natë, kur Blerimi po largohej nga vend takimi, një dritë u ndes në shtëpinë e një fëmijë të Anës. Ai ndaloi. Në prag qëndronte një burr i moshuar. Kushëriri i Anës, që po shikonte drejt pyllit. Sytë e tij u ngushtuan dhe zëri i tij rënë thirrri. Kush është aty? Blerimi u fsheh pas një trungu dhe priti pa lëvizur. Zemra i rrite fort. Kur më në fund burri u tërhoq, ai u nis me hapa të lehtë drejt shtëpisë së vet. I bindur se era tjetër do të duhet të ishte më e kujdesshme. Por fjalat kishin filluar të qarkullonin. Disa gra në fshat, që gjithmonë dinin më shumë se ç'duhej, po shpëritnin se vajza e shtëpisë së Anës po shihej shpesh pranë pyllit. Disa thoshin se po takonte dikë. Askush nuk përmendte emra, por sytë që shkëmbeshin në treg filluan të mbusheshin me dyshime. Një mbrëmje, ndërsa Ana po kthehej në shtëpi, e ëma e priti në prag. Ku ke qenë? Për të marrë disa qep, gënjeu ajo. Nëna e pa gjatë. Mos luaj me zjarrin mbi, tha me zë të urët. Kjo tokë ka parë mjaft gjak për dashuri të ndaluara. Ajo fjalë ju ngulit në mendje Anës. A ishte vërtet dashuria e tyre zjarr? Dhe nëse po, a ja vlente të digjeshin për të? Ndërkohë, drita, nëna e Blerimit, nisi të ndjente diçka. Një pasdite, teksa po lanin rrobat në lum, ajo pa një letër që i ra nga xhepi të birit. Në të ishte vizatuar një lule dhe poshtë me shkrimin e një vajze që ndronte fjala gjallëroj. Ajo e mbajti në dorë gjatë me një ndjesi që përzihej mes frikës dhe kurreshtjes. Kur Blerimi u kthye në mbrëmje, ajo i tha i qetë. Ka gjëra që nëse i fshe, po e plag. Më mirë thuaj të vërtetën. Ai uli kokën. Nëna, ajo nuk ka faj. Asun, vetëm e duam njëri tjetrin. Drita u ngri. E di çfarë thua bir? Nëse këtë e merr vesh baba yt, e di, ja ndërpreu ai. Por, ndoshta dikush duhet të jetë i parë që se ndjek urrëtitjen. Drita heshti. Sytë i mbushën me lot, sepse në fjalët e të birit pa diçka që s'kishte guxuar ta besonte kurrë. Mundësinë e faljes. Ditët kaluan dhe dashuria mes tyre u bë më e fortë. Ata filluan të shkruajnë letra njëri tjetrit, të cilat i fshinin në zgabrat e lisit. Në to, rrafenin gjithçka që s'mund të thoshin me zë. Frikën, mallin, ëndrat. Në një nga letrat, Blerimi kishte shkruar: Nëse bota jon është ndarë në dy anë, atëre le të jemi ne ura mes tyre. Jo për t'u lavdruar, por për të mos jetuar më në errësirë.
Ana e mbajti atë letër pranë zemrës për ditë me radhë. Ishte për forca e saj. Por nata e stuhisë së madhe solli edhe momentin që do ta ndryshonte gjithçka. Një rrufera pranë pyllit, duke ndezur një zjarr të vogël që kërcënonte të përhapi drejt fshatit. Burrat dolën me nxitime lopata e kova. Blerimi ishte i pari që mbërriti në vendin e zjarrit. Në mesin e tymit, ai pa një siluetë të njohur, Anën, e cila kishte ardhur për të ndihmuar. Ai e tërhoqi nga flakët në momentin e fundit. Në mes të tymit dhe frikës, duart e tyre u bashkuan para gjithë fshatit. Sytë e njerëzve u hapën, heshtja u përhapsi një erë e rëndë. Dikush njohu vajzën e dikush djalin. Një zë u ngrit nga turma. E shihni, këta janë bashkë. Pas gjithë asaj që ndodhi mes nesh, ata guxojnë të dashurohen. Ana u kap nga duart e babait të saj, që e tërhoqi me forcë. Blerimi u mbajt nga njerëzit e vet. Shiu që nisi më pas i ndau, por jo zemrat e tyre. Të nesërmen, gjithë fshati fliste vetëm për ta. Fjalët ishin sigur, goditnin fort, shpesh pa mëshirë. Në atë mbrëmje të zymt, ndërsa Ana pëlqante në dhomën e saj, dëgjoi një zë në dritare. Ishte Blerimi. Kishte ardhur në heshtje, pavarësisht rrezikut. Ana, përshpëriti ai. Nuk do të largohem pa ty. Ajo e pa dridhur, do na shkatrojnë Blerim. Jo, tha ai. Ata s'kan fuqi të shkatrojnë dashurinë. Vetëm ne, nëse dorëzohemi. Ai i dha dorën. Eja me mua, vetëm sonte. Do shkojmë te lumi, aty ku filloi gjithçka. Ana hezitoi, por zemra foli përpara mendjes. Doli nga dritarja dhe u hodh në errësirë. Në mes të natës, të dy qëndruan në bregun e lumit, në hënën e plot. Blerimi mori një unas të thjeshtë prej argjendi dhe ja vuri në gisht. S'di çfarë do ndodh nesër, tha ai, por dua të di se sot, në këtë natë, jemi të lirë. Në atë çast, një dritë u ndes pas tyre. Ishte babai i Anës. Pas tij qëndronin disa burra nga të dy familjet. Asaj i ra unas nga dora. Në ajër bizotëroi heshtja, dhe hëna e bardhë ndriçonte si dëshmitare një dashurie që s'duhet të ishte zbuluar ende. Nata e hënës së plot u kthye në një kujtim që do të mbetej për herë në zemrat e tyre. Një natë ku dashuria dhe frika u përplasën pa mëshirë. Blerimi dhe Ana qëndronin të ngrirë pranë lumit, me duart të ndara dhe zemrat që rrinin një ritëm të frikshëm. Pas tyre, burrat e dy familjeve qëndronin përballë si dy ushtri të vogla, me fytyra të ngrira dhe sy që i shkreptinin nga zemrimi. Babai i Anës i holli vajzës një vështrim që e preu si thik. E din gjithë fshati tani, tha me së të ullët, se çfarë turpi na solle në derë. Blerimi bëri një hap përpara. Faji është imi, tha i me së të qetë, por të vendosur. Unë e dua vajzën tuaj, dhe s'ka faj në dashuri. Një murmuritje përshkoi burrat përreth. Njëri prej tyre, çaça i Anës, u afrua me hap të rënd. Dashuri, tha me përçmim. Dashuri mes dy shtëpive që kanë derdhur gjak për njëra tjetrën. Ti guxon ta quash dashuria atë që ndodhi mes baballarëve tan? Ana lëshoi një britm të ngjirur. Mjaft, ju flisni për të shkuarën si për një plagë që s'ka për të shëruar kurrë. Po, ne jemi bitë tuaj, jo armiq tuaj. Por askush nuk e dëgjoi. Në atë moment, Blerimi ndiu dorën e dikujt që e kapi nga krahu. Ishte babai i tij. Shko në shtëpi, i tha me së të ulët. Kjo s'është më çështje jotja. Jo, u përgjigj ai, duke u shkëputur. Është më shumë se kaq. Është e ardhmja jonë. Burrat e të dy anëve nisën të bërtisnin. Fjalët u kthyen në kërcënime, dhe para se nata të përfundonte, dikush lëshoi një të shtënë në ajër. Të gjithë heshtën. Zëri i babait të Anës, i ngjirur nga malli dhe dhimbja, u dëgjua i fundit. Që sonte, vajza ime s'ka më derë në këtë shtëpi, nëse sjell atë djalë. Ana mbeti e pa lëvizur. Sytë e saj të mbushur me lotë u kthye nga Blerimi. Ai u nis drejt saj, por dy burrat e ndaluan. Nuk mund të rri këtu, tha babai i saj. Asnjë vajzë e kësaj dere s'mund të fëlliqë emrin e familjes me dashurinë e armikut. Në atë çast, Ana bëri diçka që askush nuk e priste. U kthye dhe iku, pa thënë asnjë fjalë. Vrapoi drejt pyllit, drejt errësirës, ndërsa pas saj dëgjoi zëri i Blerimit që e thërriste me dëshpërim. Ana, mos më lër. Por ajo s'u kthye. Në shtëpi, dera e mbyll përgjithmonë.
Ditët që pasuan ishte si një dimër i gjatë pa dritë. Ana u strehua te një teze në një fshat përtej kodrave. Ishte e heshtur, nuk hante shumë dhe rralla fliste. Letrat e blerimit se arrinin më në duart e saj. Disa njerëz i ndalonin rrugës, disa i diqnin. Në mbrëmje, ajo rrinte pranë dritares dhe shikonte hënën, e bindur se dhe ai bënte të njëjtën gjë diku përtej. Blerimi, ndërkohë, punonte çdo ditë në arrat e fshatit, duke u përpjekur ta mbante mendjen larg për smundje. Netve, ai shkonte përsëri te lisi i vjetër, dhe aty linte letra që nuk i lexonte askush. Në njërin prej tyre kishte shkruar: Ana, nëse s'do më falësh për gjithçka që ndodhi, të paktën mos më harro. Edhe heshtja jote është më e ëmbël se arresa. Nëna e tij, Drita, e pa se djali po shuhej nga brenda. Një mbrëmje, kur ai kthehej i lagur nga shiu, ajo i tha: Biri im, disa plag nuk mbyllen më forcë, por ndoshta një ditë, kur zemra të lodhe nga urrëtia, dashuria jote do të jetë kujtimi që i mban gjallë. Ai e përqafoi nënën. Do e presta, sa do të zgjas. Kaluan muaj. Pranvera erdhi përsëri dhe me të një lajm i hidhur. Një sëmundje e rëndë rambi babain e Anës. Fjalët u prapën shpejt në fshat. Disa thanë se kishte qenë dënim nga Zoti. Të tjerë thanë se ishte thjesht mosha. Ana u kthye në shtëpi për ta parë. Megjithatë, askush nuk e kishte ftuar. Kur hyri në dhomë, babai i saj qëndronte i shtrirë me sytë e zbehur. Erdhe, tha me zë të ngjirur. Erdha baba. Ai e pa gjatë dhe në fytyrën e tij u shfaq diçka që se kishte parë kurrë. Pendim. Kam luftuar gjithë jetën për krenarin mbi, dhe tani më ka mbetur vetëm kjo shtrat. Ana i mori dorën. Baba, urrëtia nuk të shpëton, vetëm falja. Ai u përpoq të buzëqeshte, por syti mbylli me lot në cepat e tyre. Ndoshta ke të drejtë për shpëriti. Të nesërme në mëngjes, baba i saj nuk ishte më. Në varrim, gjithë fshati ishte aty, edhe familja e blerimit në heshtje. Ana qëndronte me sytë në tokë, ndërsa prifti lexonte lutjet. Në fund, një dorë u shfaq mbi supën e saj. Ishte Drita. Zoti të bekoft bi, i tha. Ai që iku, ndoshta tani e kupton më mirë se çfarë është paqja. Ana u kthye dhe e pa me sy që i zdrisi nga lotët. E di që ai u urreu pa arsye, tha. Por, faleminderit që erdhe. Drita buzëqeshi lehtë. Dashuria nuk pyet për arsye, Ana. As falja. Në mbrëmje, ndërsa njerëzit shpërndaheshin, Blerimi u afrua me hapa të ngadalt. Asnjë fjalë nuk tha, vetëm e pa, dhe ajo i ra në krah. Asgjë s'kishte mbetur për të shpjeguar. Por, fshati nuk harronte lehtë. Në ditët që pasuan, njerëzit filluan të përsëri të përshpërisnin. Ja, skaluan as 2 ditë nga varrimi dhe ajo u pa me të. Dashuria e tyre do na sjellë bela prap. Fjalët e hidhura e shtyn Anën të largohej sërish. Këtë herë pa zhurmë. Blerimi u ngrit një mëngjes dhe zgjeti askund. Në shtëpi i lan vetëm një letër. Ndoshta nuk është koha jon, Blerim. Ndoshta dashuria jon duhet të presë të mësojnë zemrat e botës të mos urrejnë. Por dije, kur hëna të reflektoj përsëri mbi lumin ton, do të kthehem. Ai e mbajti letrën në zemër, por vitet kaluan. Koha ndryshoi shumë gjëra. Fshati filloi të zbutet. Ndjemtë e ri nuk njihnin më arsye pse duhet të urrejnin dikë. Tregu u mbush me fytyra të reja, dhe kujtimet e vjetra nisën të tretën. Një ditë, në verë, në rrugën kryesore të fshatit, u pa një grua e re që zbriste nga mali me një shall të bardhë në kokë. Disa e njohën me njëherë. Ishte Ana. Kur mbërriti te lumi, pa një burr që po riparonte urën e vjetër. Ai u kthye dhe për një çast koha ndaloi. Blerimi. Ata s'tan asnjë fjalë, vetëm u pan. Dhe atëherë, si për të vullosur atë çast, një herë lehtë fryu nga kodrat dhe lëvizi gjethet e lisit të vjetër, që ende qëndronte krenar mbi fshat. Ana i tha me zë të tridhur: U ktheva, nuk munda të rri larg më. Ai e pa në sy dhe u afrua ngadalë. As unë s'munda të jetoj pa ty, por ndoshta tani, më në fund, është koha jon. Ata e kaluan lumin bashkë, në ndritën e diellit që binte mbi tokën ku dikur kishte pasur gjak, por tani
kishte vetëm gjelbërim. Në atë fshat të vogël, që dikur gëmëzonte nga zërat e urrëties, dimri kishte ardhur si një shpresë e bardhë. Bore i imët mbulonte çatit, rrugicat e ngushta dhe kopshtet e ngrira, por për herë të parë, pas shumë brecash, ajo bardhësi duke se sillte me vete jo thjesht të ftohtin, por edhe paqen. Ana dhe Blerimi ishin kthyer përfundimisht. Kishin kaluar muaj të vështirë. Kishin punuar në qytet, kishin kursyer çdo qindark, kishin ngritur një jetë të tyre me mundë dhe dashuri. Por zemra e tyre mbeti gjithmonë aty. Në fshatin, ku çdo kujtim i dhimbshëm e çdo kujtim i bukur ishin të gdhëndur si plagë si dhuratë. Kur u kthyen, askush se dinte si t'i përshëndeste. Gratë në treg heshtën për një çast. Burrat i pan me sy të hutuar. Disa e pan si guxim, të tjerë si marrëzi, por të dy me fytyra të lodhura e sy plot dritë qëndruan përballë qishkujt me qetësi. Në mbrëmje, para portës së shtëpisë së vjetër të Anës, u dëgjuan hapat e ngadalë të dikujt. Ishte nëna, kishte ardhur vetë, pa shoqëri, pa frikë. Ishte plakur, por qëndrimi i saj bante identitetin e një gruaje që kishte kaluar shumë. Ana ju afrua pa thënë asgjë. Kishte vite që se kishte parë nënën e saj. Drita e pagjatë, sigur kërkonte në fytyrën e së bijës çdo kujtim të fëmirisë, çdo çast që e kishte humbur. Lotët i mbushën syt, por nuk ra asnjë fjalë, derisa Ana ja zgjati dorën. Më fal nën, për gjithçka. Nëna ja kapi dorën me dritë. Jo bija ime, më fal ti mua, se lash urrëtien të më vërboj. Në atë çast, dy gratë u përqafuan. Një përqafim i gjatë, i heshtur, i mbuluar nga bora që binte ngadalë mbi flokët e tyre. Ishte si një falje që s'kishte nevojë për fjalë. Pas disa ditësh, Blerimi mori një vendim që askush nuk do ta kishte imagjinuar. U nis drejt shtëpisë së babait të tij. Dritat ishin ndezur, tymi dilte nga Uxhaku, dhe brenda dëgjoheshin zërat e burrave të mbledhur. Kur u fut, heshtja ra me një herë. Ai nuk kishte qenë aty prej shumë vitesh. Kam ardhur për paqe, tha me zë të prerë. Jo për mua, po për ne të gjithë. Babai e pa gjallë. Fytyra e rrullur nga fitet dhe krenaria u drodh për një çast. Pse tani birë? Sepse urrëtia s'na ka sjell asgjë veç dhimbjeve. Sepse dua që fëmijët tanë të mos lindin me barrën e gjakut të derdhur. Dua që historia të mbaroj me ne. Në atë dhomë, burrat pa njëri tjetrin, pa guxim të flisnin. Ishte një moment që asgjë se kishte mundur për dekada, por që tani, në heshtje, po thyej. Babai më në fund uli kokën. Atere, shkoi e jetoi qetë Blerim. Mjaftë me gjak e urrëtie. Në ditët që pasuan, ndodhi diçka që as vetë fshatarët se kishin parë ndonjëherë. Përfaqësuesit e të dy familjeve, të moshuarit, burrat dhe gratë, u mblodhën në shtëpinë e këshillit të fshatit. Ana dhe Blerimi qëndronin në fund, të heshtur, duke mbajtur duart e njëri tjetrit. Një burr i moshuar, që kishte qenë dëshmitar i shumë tragjedive, u ngrit në këmbë. Koha ka ardhur, tha ai, me zë që tridhi, që të shuajmë këtë gjak e të japim fund kësaj marrëzie brezash. Askush nuk foli për disa minuta. Derisa, pa pritur, një nga burrat më kokfort u ngrit dhe tha: "Le të falim, jo për ta, por për veten tonë." Dhe kështu ndodhi. Për herë të parë, dy familje që kishin mbajtur armë dhe mlefe brez pas brezi, dhanë fjalën se të ta mbyllnin kapitullin e gjakut. Kishte lot, kishte ngurim, kishte heshtje, por kishte edhe lehtësim. Kur doli nga salla, Ana ndjeu se diçka e rëndë ishte hequr nga shpirti i saj. Blerimi i mori dorën dhe e çoi në shtëpinë e tyre të re, në një anë të fshatit që si ishte as e njërës, as e tjetrës familje. Kishin vendosur ta ndërtonin aty, pra një përrua të vogël që përshkonte fushën, simboli një fillimi të pastër. Vitet kaluan. Në fshat, jeta u qetësua. Donjëherë në treg ose në ndonjë festë, antarët e dy familjeve shkëmbeheshin, përshëndetje të ftohta, një tundje koke, një përshëndetje të ngurtë, por pa urrëtie, dhe mjaftonte kaq. Ana dhe Blerimi ndërtuan shtëpinë e tyre me mundë dhe dashuri. Brenda saj bisotronte ngrohtësia. Fëmijët qeshnin, e çdo ditë fillonte me mirënjohje për paqen që kishte arritur. Në pranverën e parë, pas faljes së gjakut,
Ana mbolli në borë një pemë qershie. Le të jetë kjo dëshmia saj që ne arritëm, i tha ajo Blirimit. Një pemë që do të lullëzoj çdo vit, edhe nëse njerëzit nuk flasin shumë me ne. Ai e përqafoi, duke parë degët e njoma që përdridheshin në erë. Mjafton që lullëzon, tha ai, si dashuria jon. Në netët e qeta, kur era frynte lehtë dhe fshati duke i shtrirë në paqe, Ana e ndjente se historia e tyre kishte lënë gjurmë. Jo vetëm si një dashuri që sfidoi urrëtin, por si një kujtesë për të gjithë, që gjaku dhe akmarrja mund të shuhen, nëse dikush guxon të dashurojë më fort se sa të urrejë. Ata jetuan të lumtur, të thjesht, pa shumë hyrje dalje me familjet, por me një qetësi që se kishin njohur kurrë më parë. Në çdo pranverë, pemët e qershive lullëzonin dhe në degët e tyre dëgjohej cicërima e zogjve si një bekim i heshtur. Një kujtese se dashuria, kur është e vërtet, mund të shërojë edhe plagët më të vjetra të një fshati, të një familje e të një kombi të tërë.